e presidentit para se të kalojë jeni mandat. që të lihen një farforme edhe 60 ditë të tjera afat për çështjen e presidentit. Megjithatë, në aspektin politik, çka mund të dalloj edhe po t'jepet kohë dhe 60 ditë të tjera? Po vetëm një gjë, njëjta gjë është edhe pas 60 ditë nëse këta vazhdojnë me këtë. A do të jenë vetëm vonesa një farforme të parësyeshme? Jo të parësyeshme nuk janë, shumë është më rëndësi 60 ditë këtë mundësi dikush të reflektoj. Këta të shumicës fituese reflektuan. Nuk u mjaftoi viti i kaluar, gërçi viti i kaluar për të reflektuar? Fatkeqësisht sepse ne jemi të tillë, ne pa dashur të generalizoj se kemi figura të mençura, dje me vajza, burra gra, të jashtëzakonshëm, po në moment fundit i lajmë gjërat. Dhe me që këta i lanë moment fundit, edhe fituesi edhe këta të opozitës, tash këti fituesit i ka rënë ndërmend që çka pas ka ndodhur, domethënë se ndërpreu kjo rrugën e mundshme që edhe 60 ditë shfrytëzoi kohë. Dhe tash po thotë që patjetër duhet gjetë marrëveshje me zgjedhë presidentin gjatë këtyre 50 ditë sa kanë mbetur. Pra, jep mundësi, këtu është dallimi, se përndryshe edhe në një mënyrë ose një tjetër, qoftë i pranuar ose i pa pranuar dekreti, zgjedhja shkohet, nëse nuk zgjedhet president. Dallimi është që në këtë variantin që kanë bërë këta kërkesë fituesit, pra, vetëvendosja me koalicionin e saj, është që ka mundësi që të mos e çojë vendin zgjedhje. Dhe unë mendoj që ka mundësi për disa orë, disa minuta. Nuk ka kuptim me bën çka të bësh për livadin le mamua. Nuk ka kuptim. Sa s'është drejtësi kur i thu dikujt, po ndahemi për bën çka të bësh për livadin le mamua. Po jo. Domethënë, nëse je në situatë kur për kush e bëri këtë? Dihet fituesi. Dhe kuptojnë njerëzit tanë, janë shumë të mençur ata. Nëse për shembull për një vit nuk ishte në gjendje fituesi vitit kaluar, ti bëj 4 vota, 3-4, 4-3, nuk ishte në gjendje, si do t'i bëj 15 vota? Do t'a di që është impotent. Pra nuk ka mundësi juridike dhe politike t'a bëj këtë dhe çka do të thotë? Duhet t'a gjej një kompromis. Në anën tjetër, opozita nuk mund sillet as si kingmaker, si thonë anglezët, pra as si fitues, as si mbret, as si mbretëresh, sepse ka humbur. Nuk mund thonë ata, po ju japim ne 2 emra, por nuk ju tregojmë se kush janë. Ose na jepni ju në shkrimet, ne i bim 2 emra, 1 emër. Po si? Duhet ta bëjnë 1 emër, po, le ta japin. Pavarur. Partisë tyre, s'ka problem. Vetëm le ta japin 1 emër që për një mend një pjesë e deputetëve shumicë që i bëjnë të edhe vota e pranojnë. A duhet vetëvendosja atëherë si parti e parë, si parti fituese ta jap këtë emër? Por një emër që nuk është partijak, nuk vjen nga lëvizja vetëvendosje. Sepse kështu i bie të përqendrohen gjitha pushtetet në një parti politike, gjë cilën opozita nuk po pajtohet. Ju lutem, vetëm le të qartësohemi para shikuesve tuaj të nderuar që përgjegjësia është e kësaj klase politike. Pa dallim, përgjegjësia madhore, shumicë, nëse doni me 80, 90, sa doni %, nëse doni 50-50, i takon fituesit, mirë po jo e tëra. Sepse po aq sa fituesi ka obligim që t'i krijojë institucionet, kanë edhe deputetë, se kështu ka thënë gjykata kushtetuese dhe kushtetuta. Ti bëjnë institucionet. E dyta, nuk mund të pretendosh kur je humbës, paraqitesh si fitues. S'mundesh me qenë kampion. Keni dëgjuar në botë dikun që ka në kampion që ka humbur. S'mundet, vetëm fituesi. Për 1 sekond, ama 1 sekond po është fitues, ai është kampion. Pra fituesi duhet pranuar. Ka në botë përvoja të tilla demokratike që këta po thonë s'ban mi pas të gjitha. Ka fituesit i takojnë të gjitha. Fituesi merr të gjitha. Kjo është rregull, parim. Mirë po, në një situatë krize, kur ne jemi në krizë, kur nuk e mundur 3 vota të sigurosh për një vit, tash 15-20 vota s'mund të sigurosh as për 2 vite. Pra, do të mja ditë hallin vetit 2 palë dhe do të ulen dhe të bëjnë një marrëveshje, ose të mos thonë një herë, si që thoshte tash, opozita pra ka përgjegjësinë kryesore, sa ta me dashtë e bëjnë, me votojnë. Këta s'po munden. Por si që thoshin për shembull këta herën e kaluar atëherë që jo s'po dojnë këta, jo po dojnë këta, e fajtuar njëri tjetrin. Jo, përgjegjësia është e përbashkët sepse duhet të krijojnë institucione, për atë janë votuar ata deputetë aty. Për atë është dhënë besimi partive politike dhe liderëve tyre. Duhet ta marrin përgjegjësinë dhe të mos e çojnë vendin zgjedhje, sepse asnjë dobi nuk ka, vetëm dëm e humbje. Profesor, megjithatë, krejt kjo krizë në një farforme po çështje